Këtë video këm ja nis më ndryshe. Kjo foto ka ardhur prej një voglushës e cila është 12 vjet, e cila çdo ditë më ndëgjon videot e mia. Atëherë ta ndëgjojmë se çka ka thonë, pastaj i kam do fjalë për këtë pjesë. Po ta penitën ngu? Janitën. Se? Të nori. Se zdi, i nkaj shumë videot e tinaj edhe shumë përqen kështë që është full edhe shumë njëri pozitivitet edhe kër i nkaj videot e tina mu m'jep shumë emocion edhe shumë kështë koja ten se kështë shumë full mirë edhe nuk i tita me thonë s'kan fjallë. Arsyeja sepse e kom bo ftyrën e kësajna kështu blër është që kom dasht mi arrua privatsin e kësajna voglushës. Sinqerisht, jeni të maknaq zemrën me kësi lloj mesazhash. E që besa këto mesazha po m'vin prej çdo gjenerate, do më thonë se i madhe se i vogël. Unë jam tepër krenar që juve po ju pëlqejnë videot e mia edhe po m'përcjellin non-stop. Sidomos gjenerata e re, që unë këgja shumë postoj video që mos mu dëmtue fëmijët tanë dhe kjo po m'bën mu një krenar që kjo gjenerat është duke mi ndëgjuar fjalët e mia se çfarë jam duke thonë. Ju jam falenderues të jetën. Unë kur ja kom nisëm fillim këtij profesioni që kam tashti që merrna me rrjetet sociale, e cilën ku me bë realitet shumë shpejt edhe me marr diplomën e gazetarisë, shumë njerëz kanë kesh me mua. E kësi njerëz kom pas edhe në familjen tem, që kanë thonë ki mu bo hor, kanë me bo ajgare me ty e shumë sen. Po i vetmi person që më ka shty e ma saksisht është nona jem që i falenderon atë të jetën që më ka bo djali jem nëse të pëlqen ky profesion, veç vazhdoje në hopat sigurt edhe me ndihmën e Zotit. Unë po duhe me falenderue sinqerisht çdo njonin prej juve. Po ashtu edhe këtë voglushën 12 vjeçare që këto fjalë i tha prej zemrës, që e ceku dhe atë pjesën duke thonë unë e qaj sa herin dëgjoj videot e tua. Ma ke bo zemrën mal voglushe. Unë nuk më nal kurr. Kështu që faleminderit e ju rujt Zoti prej çdo të keqe e inshallah nuk ju zgënjej kurr.